Diçka. Ti ke marrë njerëz tu që kanë shah Gjergj Kastriotin e si e nervozu kaq. Zotri, ka dal. Ka e komorën e Gjergj Kastriotit që ka shoh. Shumë në përdome. Cel kush e ka shoh Gjergj Kastriotin? Njerëzit që kanë folë kundra. Çish e ka shoh Gjergj Kastriotin? Pse e mol na këtu figura këtu? Zotni, dëgjoj. Çish e thotë vetë? Çish e thotë vetë shqiptar kur ti kopësh me fe? Shako shqiptaria të bëj me fe, me ty po do më rrokun. Gjergj Kastrioti ka. Shako të bëj shqiptaria, po, shako të bëj shqiptaria me fe. A jem ty munçizuna? Po, tu inqizujem, ty me ty. Po thua regji. Shako të bëj shqiptaria me fe katolike, hajde. U lejoj më mba kurthe. Po, shako të bëj shqiptaria me fe. Shako të bëj me ty po të vete, çe. Çe softi, shako të bëj shqiptaria me fe. Pse po thirr shqiptaria, po thu feja krishtere. A bën shqiptaria pa fe? Ta bëj herë pyetjen, prit. A do po të përgjigj. Këra, çe çoni ju? U s'diçka keni more burra. Ja, ti po ço. Hajde. Uj, ne nervozuar. Përgjigj. Po ta bëj pyetjen. Jo, pyetje më s'ma bën. Unë po ta bëj ty, si ti më po pyetje, unë jam këtu. A inqizua krejt programin. Krejt. Shako të bëj shqiptaria me fe. Ta të përgjigj. Shako të bëj shqiptaria me fe. Po, shako të bëj shqiptaria me fe. Shqiptaria ka gjithçka me fe. Për shembull? Për shembull, Romakt 15, 19. A ekziston kombi shqiptar prej se ka ekzistuar feja krishtere ose muslimane, a ekziston para? Si komb apo si popull, si komb, po si ka ekzistuar. Po, por në Romakt 15, 19 Shën Pali thot kom predikua fjalën e gëzueshëm, unë gjillin nga Jeruzalemi deri në Ilirikum. Na jem me kombet e para, edhe para Romet që pranojmë krishterizmin. Shën Pali vjen lajmin e gëzueshëm. Kem martirt si... A për sheqis për ta më hajën, që të bënja... Okej, dëgjo, kem martirt edhe në tokën e Dardanis, jam shumë i gëzuar me kja këtu, po jam këtu me shpëtu popullin, si Flori e Lauri. Kem Shën Arshin vitin 90. Këto janë fakte historike. Absolutisht. Por unë po kërkoj fakte historike, ju nervozohi. Çe pyetja tjetër, më shumë, ta na dolmi te hoxha. E thova pak më herët hoxha që është martu. Unë nuk sum lohet që thonë, ti keni thonë na për kështu që Muhamedi ka qenë pedofil. Tek Bibla për shembull vitet për Amnonin dhe Tamora. Amnoni djalin mbreti David e mashtron motrën e tij nga babai edhe por dhunon. E vërtet, po. 2 Samuel. Po, e vërtet, po ta thom. Po, është e vërtet. Po. Domethënë ka pedofili në fen Bibla. Zoti e dënon. Po ka, se Bibla shpjegon shembull të keq. Zotni, a do më ndihmoj, mos u nervozo. Jo, pse më nervozo? Bibla fol edhe për Jehullën, po jo si foli hoxha se kjo s'ka lidhje me ta. Po, okay. Bibla thot, Jehulla tralltoi Jezusin. Vllau thot përlunoi motrën. Ai thot, po si jo, e thot se janë shembull që po si jo, Zoti i qorton ata. Zoti i qorton e i dënon. Kurse Muhamedi bën pedofili e ai thotë më mirë njeri. Prit, ta vesh me hoxhën ta. Hoxh, si e shpjegoni ju çto që Muhamedi që është martuar me vajzën 9 vjeçare, ke shpjeguar shumë herë. Vesh leje lësh. Sipas versionit i zotërisë është e pavërtetë. Okej. Njerëzit në kohën e Muhamedit alayhis salam kur e kanë pa vetëm pa ka qenë shumë i bukur. Po edhe ky Kur'an që ka zbrit që i ka 6666 ajete. Ky Kur'ani. Po. Të gjitha se Kur'ani është plot lajme për të kaluarën, për tashmen edhe për të ardhmen. Edhe shumë sene që i ka thonë Kur'ani para 1500 vjetëve sot janë zbuluar mua ashtu siç i ka thonë. Nëse i kam të pyetje interesante. Nëse shembull pi bëj aty nuk i pritet, vesh një pi tregoj, ka thonë Zoti ka krijuar gjithçka qift. Në kohën e Muhamedit nuk ka pas alayhis salam gjam optik apo mikroskop. E sot shkenca ka vërtetuar që edhe viruset shëmohen. Shkenca sot e ka vërtetuar që edhe kanceri jo mashkull edhe femën. Po këta ka fol Tellës greku më burr 1000 vjet para Muhamedit. Kurani mëson zotni. Ky do më fol për shkencë. Kurani mëson se spermatozoidi del pe korrenzi shpizet rase gjoksit burr. Po çka jeni ty më folju mua? Unë e lexoj Kur'an më shumë se ju, qyre. Për ata thirrëm Sheikh Malsori, se i mësoj musliman. Ti je kërkushi. E di faleminderit. Zoti të bëj kohë. Ani një pyetje tjetër, hoç. Fjala e Kur'anit, ndëgjoj. Ku del sperma hoç? Pe korrenzi shpizet rase gjoksit, lutem. Ku prodhohet ose? Po, ku prodhohet? Po. Na kem pa dashën malsi, e am provua. I kem trell dashën. Nuk ka marrë, ka dalë se unë ti kështu kulturën time dhe fen time çfarë feje ka. Shumë e bukur më thirrë idiot. Fole, prej fillimit asnjëherë nuk ndërhyna, se kem kulturë. Kemi rënë. Po si jeti më bën pyetje. Si jeti më bën pyetje mua, pyetjet më banaj. Unë emocioni u dua fakte. Ko marr tu për fakte se më thonë. Okej, vizhlet vol. Fakte. Kush lyp fakte është tjetër kush, jo ti. Po. Jo ti, edhe një herë thom. Akuzojmë kërku fakte. Po më ne po. Kurani se sperma del pe korrenzi shpizet rreth gjoksit. Po, Kurani thosh bash. Po, e vërtetë. Po lere ta shpjegoj pse. Edhe nëse ki dyshime,
Shko vetë shembull për bëj një ginekolog, ata që merren me këtë punë, prej nga prodhohet edhe prej nga del. Po ti prollohet me njerë me tha, ne dim ku prollohet më rebu. Jo. Po dash,